Horoskopi ditor, 3 prill. Sinjalet që mund të ndryshojnë ritmin e ditës. 3 prilli mund të jetë një ditë që sjell lëvizje të vogla, por me ndikim në mënyrën si zhvillohen situatat gjatë ditës. Ndonjëherë një moment i vetëm, një bisedë ose një ide e papritur mund të ndryshojë ritmin e planeve tona. Energjia e kësaj dite mund të sjellë sinjale që tregojnë se disa gjëra po lëvizin në drejtimin e duhur. Për disa shenja mund të jetë një moment reflektimi, ndërsa për të tjera një mundësi për të parë një rrugë që më parë dukej e paqartë. Universi shpesh komunikon përmes momenteve të vogla. Dashi. Një situatë gjatë kësaj dite mund të bëjë të ndalosh për një moment dhe të reflektosh mbi drejtimin që po merr një plan i rëndësishëm. Energjia e ditës mund të shtyjë të shohësh një mundësi që më parë nuk dukej shumë e qartë. Një bisedë ose një ide që lind papritur mund të bëjë të kuptosh se disa gjëra po lëvizin gradualisht drejt një ndryshimi pozitiv. Universi mund të dërgojë një sinjal përmes një momenti që në fillim duket i zakonshëm. Nëse arrin të ruash qetësinë dhe të mos reagosh menjëherë ndaj çdo situate, mund të shohësh se disa vendime kërkojnë pak më shumë analizë. Një hap i menduar mirë mund të ndihmojë të krijosh më shumë qartësi për ditët që vijnë. Demi. Atmosfera e kësaj dite mund të bëjë të reflektosh më shumë mbi stabilitetin dhe sigurinë që kërkon në disa fusha të jetës. Një moment gjatë ditës mund të bëjë të kuptosh se një plan që dukej i qëndrueshëm mund të ketë nevojë për një rishikim të vogël. Energjia e ditës mund të ndihmojë të shohësh disa detaje që më parë nuk i kishe vënë re. Universi mund të dërgojë një sinjal përmes një bisede ose një informacioni që arrin në momentin e duhur. Nëse arrin të analizosh situatën me qetësi dhe pa nxitim, mund të kuptosh se disa mundësi po afrohen gradualisht drejt jetës tënde. Një ide që lind gjatë kësaj dite mund të ndihmojë të krijosh një drejtim më të qartë për planet që ke menduar për të ardhmen. Binjakët. Një moment komunikimi gjatë kësaj dite mund të ndryshojë mënyrën si e sheh një situatë që lidhet me planet e tua. Energjia e ditës mund të shtyjë të dëgjosh me kujdes atë që të tjerët kanë për të thënë. Një ide që lind papritur mund të bëjë të kuptosh se një mundësi e re po shfaqet në horizont. Universi mund të dërgojë një sinjal përmes një bisede që hap një perspektivë tjetër për një situatë që më parë dukej e zakonshme. Nëse arrin të ruash fleksibilitetin dhe të mos reagosh me nxitim, mund të shohësh se disa ide kanë potencial më të madh se sa mendon. Një vendim i marrë me qetësi mund të ndihmojë të shohësh më qartë drejtimin që dëshiron të marrësh në vazhdim. Gaforja. Disa momente gjatë kësaj dite mund të bëjnë të reflektosh më shumë mbi emocionet dhe mbi mënyrën si po zhvillohen disa situata personale. Energjia e ditës mund të shtyjë të shohësh një situatë nga një këndvështrim tjetër. Një bisedë ose një moment reflektimi mund të ndihmojë të kuptosh më mirë se cilat vendime janë më të rëndësishme për ty. Universi mund të dërgojë një sinjal përmes një ndjesje të brendshme që të shtyn të analizosh më thellë një situatë. Nëse arrin të ruash qetësinë dhe të dëgjosh intuitën, mund të kuptosh se disa ndryshime po të drejtojnë drejt një periudhe më të qartë. Një moment reflektimi gjatë kësaj dite mund të ndihmojë të krijosh më shumë stabilitet në mendimet e tua. Luani. Një zhvillim i vogël gjatë kësaj dite mund të bëjë të reflektosh mbi mënyrën si po lëvizin disa plane që ke menduar prej kohësh. Energjia e ditës mund të sjellë një moment ku kupton se disa gjëra po kërkojnë më shumë durim se sa reagim të menjëhershëm. Një bisedë ose një situatë e papritur mund të japë një sinjal se një mundësi e re po afrohet. Universi shpesh përdor momente të vogla për të treguar se rruga po hapet gradualisht. Nëse arrin të ruash qartësinë dhe të mos ndikohesh nga tensionet e vogla të ditës, mund të shohësh më qartë drejtimin që po merr një projekt ose një ide që ke menduar. Një vendim i menduar mirë mund të ndihmojë të forcosh pozicionin tënd për periudhën që vjen. Birgjëresha. Një detaj i vogël gjatë kësaj dite mund të bëjë të kuptosh se disa situata kërkojnë më shumë vëmendje se sa mendon.
Energjia e ditës mund të shtyjë të analizosh me kujdes një plan ose një vendim që lidhet me organizimin e ditëve të ardhshme. Një informacion që arrin në momentin e duhur mund të të ndihmojë të shohësh një situatë më qartë. Universi mund të dërgojë një sinjal përmes një momenti reflektimi që të bën të ndryshosh mënyrën si po e sheh një situatë. Nëse arrin të ruash fokusin dhe të mos shpërqendrohesh nga gjërat e vogla, mund të kuptosh se disa ndryshime të vogla mund të sjellin rezultate të mëdha. Një ide që lind gjatë kësaj dite mund të të ndihmojë të organizosh më mirë planet për periudhën që vjen. Peshorja. Atmosfera e kësaj dite mund të të bëjë të reflektosh mbi balancën mes vendimeve që duhet të marrësh dhe mënyrës si dëshiron të ecin disa plane. Energjia e ditës mund të shtyjë të shohësh një situatë nga një këndvështrim më i qartë dhe më realist. Një bisedë e papritur ose një moment qetësie mund të të ndihmojë të kuptosh se një vendim i vogël mund të ketë ndikim më të madh se sa mendon. Universi mund të të dërgojë një sinjal përmes një momenti ku kupton se disa gjëra po lëvizin drejt një drejtimi më të qëndrueshëm. Nëse arrin të ruash qetësinë dhe të mos nxitohesh në vendime, mund të shohësh më qartë mundësitë që po hapen gradualisht për ty në këtë periudhë. Akrepi. Një situatë gjatë kësaj dite mund të të bëjë të ndjesh se disa gjëra po afrohen drejt një momenti vendimtar. Energjia e ditës mund të shtyjë të reflektosh më thellë mbi mënyrën si po zhvillohen disa plane që kanë rëndësi për ty. Një moment intuitiv mund të të japë një sinjal të fortë se një ndryshim është më pranë se sa duket. Universi shpesh komunikon përmes ndjesive të brendshme që tregojnë se diçka po lëviz në drejtimin e duhur. Nëse arrin të ruash fokusin dhe të mos reagosh menjëherë ndaj çdo situate, mund të shohësh më qartë se cilat vendime janë më të rëndësishme për këtë moment. Një hap i menduar mirë mund të të ndihmojë të krijosh një drejtim më të fortë për planet e tua. Shigjetari. Një moment gjatë kësaj dite mund të të bëjë të ndalosh për pak dhe të reflektosh mbi drejtimin që po merr një ide ose një plan që ke menduar kohët e fundit. Energjia e ditës mund të sjellë një ndjenjë se diçka po ndryshon gradualisht në mënyrën si po shohësh të ardhmen. Një bisedë ose një informacion i papritur mund të të japë një këndvështrim të ri për një situatë që dukej e zakonshme. Universi mund të të dërgojë një sinjal përmes një momenti që të bën të kuptosh se disa mundësi po afrohen ngadalë drejt teje. Nëse arrin të ruash optimizmin dhe të mos nxitohesh në reagime, mund të kuptosh se disa ide kanë potencial më të madh se sa mendon. Britsjapi. Një zhvillim gjatë kësaj dite mund të të bëjë të reflektosh mbi mënyrën si po organizohen disa plane që lidhen me përgjegjësitë dhe objektivat e tua. Energjia e ditës mund të të ndihmojë të shohësh më qartë se cilat hapa janë më të rëndësishëm për momentin. Një situatë që lind papritur mund të të tregojë se disa gjëra kërkojnë pak më shumë durim dhe analizë. Universi mund të të dërgojë një sinjal përmes një momenti reflektimi që të bën të kuptosh se një ndryshim i vogël mund të sjellë rezultate të mëdha. Nëse arrin të ruash fokusin dhe të mos lejosh që presioni i jashtëm të ndikojë në vendimet e tua, mund të shohësh më qartë drejtimin që duhet të marrësh. Ujori. Një ide e papritur gjatë kësaj dite mund të të bëjë të shohësh një situatë nga një këndvështrim krejtësisht ndryshe. Energjia e ditës mund të të shtyjë të reflektosh mbi mënyrën si po zhvillohen disa plane që lidhen me të ardhmen tënde. Një moment komunikimi ose një informacion i vogël mund të hapë një perspektivë që nuk e kishe menduar më parë. Universi mund të të dërgojë një sinjal përmes një situate që të bën të kuptosh se disa mundësi po afrohen gradualisht drejt teje. Nëse arrin të ruash mendjen e hapur dhe të mos kufizohesh nga mendimet e zakonshme, mund të zbulosh një ide që ka potencial të ndryshojë mënyrën si shikon disa plane për të ardhmen. Peshqit. Atmosfera e kësaj dite mund të të bëjë të ndjesh më fort disa emocione dhe reflektime që lidhen me një situatë personale. Energjia e ditës mund të të shtyjë të dëgjosh më shumë intuitën dhe ndjesitë e tua të brendshme. Një moment qetësie ose një bisedë e papritur mund të të ndihmojë të kuptosh se disa gjëra po marrin një drejtim më të qartë.
Universi mund të dërgojë një sinjal përmes një ndjenje që të bën të reflektosh mbi një vendim që ke menduar kohët e fundit. Nëse arrin të ruash qetësinë dhe të mos reagosh menjëherë ndaj çdo situate, mund të kuptosh se disa ndryshime po hapin rrugën për një periudhë më të qartë dhe më të qetë. Energjia e 3 prillit mund të sjellë momente të vogla që ndryshojnë mënyrën si e shohim drejtimin e ditës. Ndonjëherë universi nuk dërgon sinjale të mëdha, por detaje të vogla që na bëjnë të kuptojmë se disa situata po lëvizin gradualisht drejt një faze të re. Një bisedë, një ide e papritur ose një moment reflektimi mund të hapë një perspektivë tjetër për një plan që dukej i zakonshëm. Nëse arrin të dëgjosh me kujdes këto sinjale dhe të mos reagosh me nxitim, mund të kuptosh se disa mundësi po shfaqen pikërisht në momentin e duhur. Nëse ndjen se kjo energji lidhet me ty, shkruaj në komente fjalën sinjal. Mos harro të bësh like, të shpërndash videon dhe të abonohesh në kanal për më shumë mesazhe dhe parashikime nga universi.